O zotri, i dashur shqiptar, e dashur shqiptare, zonjë shqiptare, cilë do qofshit ju, urrene politikën e krimit, politikën kriminale, mos e votoni asnjë deputet që do, një kandidat për deputet që do të hyjë në kuvendin e Shqipërisë për të mbrojtur pronat e tij, bizneset e tij të vllëqta, sepse do të ketë imunitet ai, prandaj do të hyet. Urrene, mos e votoni këta kandidat, votoni ata kandidat që janë të ngjashëm me ty. Urrene politikën e krimit. Mos e vendosni kryqin për ata persona. Votoni ata që janë të ngjashëm me ty, që kanë ekonominë tënde dhe hallet tuaja. Mos i votoni gangsterat e Shqipërisë. Ata urrejnë punën tuaj, ata urrejnë familjen tuaj, ata urrejnë gjendjen tënde ekonomike. Ata të urrejnë vendin tënd. Ata nuk vinë kur tek vendbanimi yt. Ata nuk e din kur, nuk e mësuan kur, nuk dun ta mësojnë, ata të urrejnë ty. Ata nuk e din hallin tënd ekonomik. Pse? Se kanë mega biznese për vete, kanë biznese të mëdha dhe i kanë realizuar pa punë, jo si ty shqiptari thjesht, që bën Shqipërinë, je 90% e Shqipërisë. Mos i votoni përfaqësuesit që kanë nga mbrapa gangsterët, oligarkët, biznesmenët e të mërshëm edhe të fllëqur të Shqipërisë. As këta qavrukat e partive të reja që kanë nga mbrapa biznese në emër të familjarëve të tyre edhe të miqve të tyre, mos ja jepni votën tyre. Këta duan të hynë kuvend që të kenë imunitet dhe që mos kontrollohen nga drejtësia, duan pushtet për të mbrojtur pronat, jo për hallin tuaj. Mos keni një listë të mrekullueshme, madhështore, keni një listë me shumë emra, votoni një shqiptari në thjesht, shqiptari normal, kur e di zotri, apo zonjë kur e di që ai është biznesmen i fuqishëm, është gjakatar, ka derë gjak shqiptari, ku lopën shkon ti, ku kalin shkon ti, ku të heth mushka ty, ku hethat kysh? Ai është një është një kriminal. Ku të shkon mushka? Që s'votoge për atë? Prandaj dash shqiptar, nuk kam problem, votoni tek secila parti, po jo gangster, jo njerëz të frikshëm, ekonomik, ose dhe jo. Që duhet ty 2 vota pasonikët më zotri. Kike 701 halle. Ty tokën katun ta bëjt pavlefshme, shtëpinë katun ta bëjt pavlefshme, shtetin ta bëjt pavlefshëm, ky qytetin ti e ket pavlefshëm, qytetin tënd ti e ket pavlefshëm. Ti rrë me pa emigracioni më zotri. Pse voton një biznesmen? Am kuptoni. Prandaj, jepuni një mësim historik, palaqove të Shqipërisë, që urrejnë ju urrejnë këngën, ju urrejnë dialektin, ju urrejnë ju veri linje perëndim, ju urrejnë origjinën, ju urrejnë pragun e shtëpisë, gardat e shtëpisë, arat, ju urrejnë lagjet, urrejnë gjithçka. Prandaj, e bëra këtë mesazh që ju dhe ne të votojmë, le të jetë nga cili do parti,
shqiptarin kandidatin normal qytetar. Normal qytetar. Sepse, nëse të votojmë si që kemi votuar kundra, do të japim votën aty që na urrejnë edhe nuk ju shikojnë, nuk ja përfaqësuan si tuji ata. Ti s'ket njëjtën kulturë, ekonomi me ata. Nuk ket njëjtin hall, çe e votën aty. Nuk pas janë bankdera, gangstera, nuk tu. Ku çon? Nuk është shef që bashkëpunojnë ka kanë kap sistemin e drejtësisë. Bashkëpunojnë me prokuror, me gjyqtar, me avokat. Jepeni një grusht fort haleve të Shqipërisë, që ju të merrin frymë. Edhe unë e gjithë, populli, kombi shqiptar, marrë frymë lirisht. Që do në vore pasunikëve dhe gangsterve, dhe hajdutëve të mashtruese kam marrë tokë për 99 vjetë, kam prana në Bregdet, kam vra shqiptar, kam drejt gjak shqiptar, jam banda, të rrizojnë qyteta, që lironi dash shqiptar, që du të vota për këta. Vetëm një kryq bën diferencën. Vetëm një kryq. Votoni për vetën tuaj. Ju votoni për cilën do parti, e ritheksoj. Po jo gangsterëve, jo gjakatarëve dhe hajdutëve Shqipërisë. Edhe jo këtyre qafhollëve, gërthapave. Jo nga të rrohet goja për para popull shqiptar se nuk din që të thonë, se nuk e kanë me seriozitet dhe me pastërti shpirtërore. Dhe shumë të fala nga mu, Alfred Sos, Skampin. Suksese, mirë takofsh. Tu, edhe në rrugë.